2 orë e 30 minuta nuk u mjaftoi liderëve të partive në Kosovë për të dhënë fund gërshit politik. Të thirrur nga kreu i vetëvendosjes në takim në ambientet e kuvendit, palët nuk ranë dakord për mënyrën se si mund të konstituohet kuvendi i Kosovës. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti pas mbledhjes tha se ka ofruar 2 kompromise në tavolinë, po asnjë prej tyre nuk u mor parasysh për të dalë nga kjo spirale krize që zgjat mbi 4 muaj. Në rast të votimit të fshehtë, nëse ajo nuk i merr së paku 61 vota, tërhiqet nga kandidatura. Partitë opozitare, PDK dhe LDK e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë atë publikisht. Përfaqësuesit e partive politike opozitare cilësuan mbledhjen një farsë dhe kanë refuzuar votimin e fshehtë pasi e konsiderojnë antikushtetuese. Ne jemi në blokadë politike të imponuar pe lëvizjes vetëvenduese dhe pe Albin Kurti. Mos harroni se këtë herë kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese dhe mos respektimi i gjykimit të gjykatës kushtetuese është për Lidhjen Demokratike të Kosovës hap i parë në përmbysjen e rendit të kushtetues. Gjykata kushtetuese me vendimin e saj ka vendosur 30 ditë afat për gjetjen e kompromisit për zhbllokimin e institucioneve nga kriza. Të dielën është parashikuar përpjekja e radhës për konstituimin e kuvendit, seancë kjo, e cila pritet të ketë fatin e 38 të tjerave me radhë.